Ky që ju shihni këtë në video është si foto. Quhet Necmatin Spahiu. Edhe para disa ditëve, ndoshta javë, para disa ditëve kam pa në Facebook një video që qarkullon është bo virale, më duket virale, thonë që po shpërndahet nga gjithë kudo në online. Ky është shpreh se në qoftë se Shqipëria sulmon me armë Kosovën, me bu Kosovën Shqipëri, mu bashku me Shqipëri, ky Necmatini shprehet në video që do të merrte armën dhe të luftonte kundër Shqipërisë. Pra, edhe kjo mund pati atësëru të mërësisht. Gjojeni dhe i herë me kujdes, edhe pastaj sot unë kam kërku falje publike. Këti dhe jam tepër i shava venç ata që kanë bo video, edhe që kanë deklaru, edhe të rrgoj arsyen për arsye se ne që kemi të poshtë. Ne po duhet të diskreditojmë një njëri. Ne i përdorim fjalët e tij të heqme nga konteksti, fatkeqësisht kështu na e bëjnë edhe në familje njerëzit e tonë. Jo neve shqiptarëve, po gjithë botës. Ti morin fjalët nga konteksti. Ti thu fjalën me diçka që ka kuptim tjetër, kur i përdor gjithë fjalit, gjithë ato që ke shpreh. Ne po t'i heqin. Dhe heqin vetëm momentin që ata duhen manipulojnë për të vilify, me të voti si në donët e pamjen e bishës, kafshës, si se ke poshtërsisë, liksisë që nuk e ke shpreh. Fatkeqësisht edhe herë, ne gjithë jemi dëshmitarë se cili nga ne, në shumë të në rasteve, që edhe njerëzit më të afërt familjes, kur duan me dashakeqësi ta prishin imazhin edhe i shërben një narrativi dhe vet, i morin fjalët që ti mund të kesh thonë aty këtu, pa kontekstin, pa gjithë fjalin, me të sulmu ty. Si që pa të sulmu dhe unë këtë njëri, sepse unë këtë lidhje pa të pa ka shumë shifën edhe jo. Kjo të regon që neve na po rrezikojmë për një lufte civile, sepse ndërsa me deklarata kështu edhe mund punë, por nëse dikush merr armën edhe me bo Kosovën pjesë të Shqipërisë, unë kam e marrë armën me mbrojtë Shqipërinë e Kosovës, edhe natyrisht unë nuk jam i vetëm. Pra edhe herë, në këtë video, kysh duket që thotë, nëse dikush do të sulmonte Kosovën me bo pjesë të Shqipërisë, unë do të merri armën me mbrojtë Kosovën. Kjo t'ingllon e poshtë, kjo t'ingllon e lik, kjo t'ingllon si një klysh sërbi, apo e të përlan sërbi, që qanë propagandën sërbe në mes shqiptarëve, duke u heqë që pëmbron Kosovën, për arsye se Shqipëria nuk merr armë me shkatru Kosovën, as me shkatru Shqipërinë, në qoftë se ne bashkohemi si një kënd. E dyta, në qoftë se ne bashkohemi Shqipëri-Kosovë, është vullneti përbashkët i shqiptarëve si në Kosovë, ashtu dhe në Shqipëri dhe do zoti më vonë edhe në përshevë nga qenë ka ky me sa duket Necmatin Spahiu, edhe në Maqedoni e në Maltezi ku ka Kosovar, ashtu shqiptar në Ballkan, po do zoti ndoshta rrezikohen dhe ata që kanë met njënin. Por askush nuk do shkoj me armë, nuk do shkojnë as nga Shqipëria, ti morin me armë tokët e Kosovës dhe popullin e Kosovës, ti bëjnë të shtetet shqiptarë dhe në shtetet shqiptarë. As Kosovës do vi me forcë ta marri Shqipërinë. Është një vullnet i përbashkët. Në qoftë se ne lexojmë siç duhet kontekstin e këtij në këtë video të shkurtër, manipulume. Është manipulume kjo video. Edhe unë kam kërku falje sot publike këtij personi Necmatin Spahiut, për arsye se nuk qenë ka e vërteta siç paraqitet në këtë video. A shumë e poshtë.
fillon që me gazetarin që e bë këtë pyetje një spordhyjak, edhe pastaj me këto që manipulojnë edhe japin video. Edhe njëherë, në qoftë se ti më thumë mu, po të vinin nga Fyri, ta dishtin Manzën, e Durrësin, a do merja armë, ti pa tjetër që do merja, sepse më bone pyetjen si a do mbroje ti vetëm tate nga kushta që sulmon fshatin tatë, edhe nga Rada po të vinin, edhe nga Rubjeka të vinin, edhe në Manës po që se vinin nga një festie të joni, ati Farruk, për të djekë gjokë, unë jam nga gjokë, pa tjetër që do merja armën. Edhe nga gjokë të mi po të vinte një në thejtë bargë me largët, fisë me largët, tek më të afër me të mi, pa tjetër që do të dilje në mbrojtje. Por kjo është pyetje pa drejt, e qëllimshme që do të flasë shkeq. Edhe është përgjigjen qoftë ato të sulmonin, a do merrni armën. Po të sulmon dhe Shqipëria, e thot kjo kryes gazetare po të gjone ditën e plotë. Po të sulmon dhe Shqipëria, po të sulmon dhe, pra nuk do merrje ti armën me shku më sulmu Shqipërinë. Nuk e thot kështu. Por po që se Shqipëria sulmon dhe, pse duhet bërë këtë pyetje? Kujt i shërben ky gazetar? Jo ky njeri që përgjigjet. Ky gazetar është unë du të shaj venqe, por të faktin i duhet heq mikrofone se nuk mendoj që është armik, por janë njës lapanjohës rrugaqë që kanë mushë ekranet televizive, si në Shqipëri dhe në Kosovë, se kanë hapi një kanale televizive, edhe bëjnë pyetje që janë që ty mislead, në thonë në mënyrë qoftë dhe pa dashje të keq të heqin në një rrugë ku duhet shkosh. Edhe unë desha dhe bëj një video të pareqes këtu në videon time se si ky armik, kështu mendova unë, ky si pa të emrin ky Nechmatin Spahiu që qenë ka profesor, si rrinë dhe të shprehen në vend që të thot kur t'i bëhet pyetja, nuk ka shqiptar në Ballkan që nuk do të donin bashkimin kombëtar se me kandidatë të tjerë. Nuk ka shqiptar që do të vjerë të pushtojë një tokë tjetër shqiptare me bo shtet shqiptar. As do shkojmë ne kosovarët më pushtu Maqedoninë, edhe më pushtu Tetovën, apo Shkupin o Strugën, që dhe bëjmë pjesë Kosovës, as do shkojmë Malësi, as do vjen shqiptarët këtu. Po në qoftë se ne e kemi atë forcë politike, morale, të drushme që ngrihemi të bashkohemi, atëherë në rregull. Por edhe një herë, kur unë desha të postoj këtë video, unë në këtu në kompjuter nuk e kam Facebookun, e kam vetëm në internet, dhe unë nuk i di passwordin, dhe harroj. Bile kur komplet ndroj telefonin dhe bëj telefon një tim aranitit që të gjej të lodhët dhe të në internet në gjej atë. Kështu që unë nuk mund të hap këtë Facebookun veç të rej hapët gjithmonë këtu në celular. Edhe kur erdhe këtu në internet, nuk e gjej këtë video dhe e kërkova mjaft derisa më në fund shkova në internet dhe e mësova që emrin ky njeri e pas të Nechmatin Spahiu. Edhe më dolën videot. Në radhë parë më doli prap kjo video që këta kanë manipulu, që këta kanë heq nga konteksti dhe thonë ato që dunë, edhe unë që desha të shaj vend që së nëzitohen. Unë jam i nëzituar. Unë jam njëri që nuk duhet të jem njëri, për shembull në kryet shtetit bëj diplomaci, sepse unë marrë në qafë shtetin. Nuk duhet të jem njëri ku njerëzit duhet mësojnë nga unë, për arsye se unë jam pasionant dhe besoj shumë në ato që thuhet, kam qenë gjithmonë naiv. Jam naiv në ato që bota tregon. Në këtë video unë e kuptova, edhe besova dhe lexova ashtu siç është video. Pa mendu kush janë këto prapavidis, këto maskaret që manipulojnë. Ndoshta edhe pse mund të ketë për shembull një urrejtje personale dikush me ty, manipulon me videon dhe kur ti je figurë publike, pastaj bën gjithë botën, të paktën botën shqiptare, të vjellin vrerë. Edhe ja dhe një herë video e parë që gjeta, që të bën çdo shqiptar të ndershëm
se thot do të merri armën të mbrojë Kosovën. Thush, po ti armën merret të mbrosh Kosovën kundër Serbisë më deri në anën thudi se Serbia është ajo që do ta shkatërrojë Kosovën, jo Tirana. Nuk janë shqiptarët e Shqipërisë, nuk janë shqiptarët e Maqedonisë, nuk janë shqiptarët e Malezi. Janë serbët dhe slavët, deri diku ndoshta dhe grekët, po serbët dhe slavët që duan ta shkatërrojnë. Pse se merr armën ti? Të luftosh kundër tyre. Pse armën tate ke, tash ato po bëjnë për shembull armë propagandë, ti merr propagandën përdore kundër Serbisë, pse merr ka? Edhe jam i sigurt me ndodhen vete, që ky patjetër ka luftu në UÇK-n kur Serbia e sulmoi Kosovën me marrë pjesë Serbisë. Jam i sigurt që ky se s'do të guxon do të flisë kështu në bask sa video. Dëgjojnë edhe herë, po kur pash videon tjetër të plot pastaj sa e kërkova, ndrova mendje, dëgjoj edhe një herë. Që neve na po rrezikohemi prej një lufte civile, sepse derisa ndesëm me deklarata kështu edhe mund fund, por nëse dikush merr armën edhe me bë Kosovën pjesë të Shqipërisë, unë kam marrë armën me mbrojtje shtetin e Kosovës, edhe natyrisht unë nuk jam i vetë. Pra, në këtë video manipuluese, ky përgjigjet, edhe përgjigja është jo diplomatike e nxitume, sepse ky thot nëse dikush merr armën me bë Kosovën pjesë të Shqipërisë, unë marr armën me mbrojt Kosovën. Në radhë e parë ky thot nëse dikush merr armën me bë Kosovën pjesë Shqipërisë. Pra, dikush do të ngrihet me armë ose nga Kosova, se ky dikush mund jetë nga Kosova. E zem që Albin Kurti është kryetari i shtetit, edhe shteti i Kosovës nuk e do bashkimin me Shqipërinë. Edhe del një grup kosovarësh marrin armën me luftu kundër shtetit të Kosovës që ta bëjmë Kosovën pjesë të Shqipërisë. Në këtë rast, lufta mund të jetë mjaft të ndërlikuar. A është luftë rebele me mbrojt shtetin, se këto paraqiten kështu dhe duan të shkatrojnë shtetin për interesat e serbëve, natyrisht që duhet të bëhet luftë me këta, apo është luftë se këta janë vëdëtarë, edhe ky Albin Kurti, jo sa është armik i Kosovës po i Shqipërisë, po i pëlqen pushtetit dhe po të bashkohet me Shqipërinë, ndoshta mendon nuk fiton vetëm majorancën, edhe për interesat vetjake, kështu që këto janë shumë të vështira të dish të lexosh, në kuptosh çfarë leshen do thot ky se sa është i sakt. Pra, ky thot në qoftë se dikush me armën, me bashku Kosovën me Shqipërinë, mund të merri armën me mbrojt Kosovën. Ai që do të bashkoj Kosovën me Shqipërinë, ndoshta nuk është duke e sulmu Kosovën ose Shqipërinë, por po e bashkon. Ose mund të nënkuptoj që shteti shqiptar sulmon Kosovën me heq ndoshta një qeveri pro-serbe edhe të bashkoj. Këtu për prapë është pushtim nga Shqipëria. Kjo nuk është e sakt nga përgjigje që është nxituar. Edhe ne dalim pastaj ky kërkon që të miell përçarje, urrëtie, mlef me disë shqiptarëve të Kosovës. Mirë për kërë kërkova unë vitin e plot vlezër e motra, është ndryshe. Është një gazetar spordhjak, një kalaman i shpif aty, që i bën këti pyetje, një pyetje që s'duhet të bëj asnjë lloj. Shqipta është një lloj, më falni për shprehjen, është një lloj, sikur me thonë njënit, më falni për shprehjen vlezër e motra, që du të kishe boti po të qimë të grunë vlaj. Kjo nuk është pyetje që i bëhet, mor maskara, mor e klysh kurve gazetar, i e ti poshtër, që i bën për shembull gjajtat apo vlajt apo çunit të zëstat apo një pyetje të tillë, që edhe tjetrin pozit, edhe çfarë do të bëjë ti, më falni për shprehjen, po të qimë të grunë vlaj ty. Kjo është lik. Këta si janë gazetarë, që do bojët i përqese do se mondë Shqipëria Kosovën me e bo pjesë Kosovës. Një nuk ekziston kjo mundësi. E dyta, në qoftë se ekziston, për shembull e bën Vučići e Kurdis këtë Ramon, që hap luftë kundër Kosovës, edhe të ngrihet Kosova kundër teje,
të bëjnë luftë shqiptarët në njëri tjetrin, të urrëhet Shqipëria me Kosovën, bë punën time, t'jap $30 milion, vetëm këto mund të ndodhin, por nuk guxojmë ne. Edhe në qoftë se këto mund ndodhin në herë në histori, se ka ndodhur edhe në familje, më falni shprehën, që një vllai ka gruan vllajt. Por nuk mund të bësh të pyetje ti, çdo familje rrit ndershëm, çdo njeriu të ndershëm. Edhe ku mos di edhe përgjigjen, se e vret mbroshlerin tat, e vret për ke vret vllajin tat, gjakun tat, është tepër e vështirë, si e koncepton njëri, nuk e koncepton tjetri. Vëllezër ka në botë që vriten për një plan tokë, por ka që nuk e vetë se është vret vetën ashtu jeton në dëshpërim, për shembull, mundet edhe të kalojë dhe të luj mensh nga një dhimbje, si mundet, jo se i vjen keq fjalëria ndoshta për atë gruan që ka të rrethun, po si mundet gjaku im të më bëjnë këta, po këta nuk janë pyetje që bëhen. Po ta shikoni me kujdes, ky gazetari ka bërë pyetjen këtij, çfarë do të bëjë ti në qoftë se Shqipëria do ta shikoj në vitin e plot, se kur unë kërkova vitin e plot të gjeja që ta filmoja nga telefoni, edhe të flisja vetë, kur kërkova vitin e plot, e pash që është manipulu video, është manipulu fjale këti, është keq interpretu, për arsye se edhe njëherë pyet gazetari, çfarë do të bëjë ti në qoftë se Shqipëria sulmonte apo merrte armën, natyrisht do ta mbrojë Kosovën. Në këtë rast e kanë sulmuar të tjerë, u bën të tjerë, u bën shqiptarë të tjerë. Unë po të isha kosovare, do të shaja, do të bëja çmas, të jepja kontributin maksimal që mos vriteshin të ndalë të lufta, jo të merrja armën, por është kur ndodh dy vëllezër që vriten brenda shtëpisë state, nuk është mirë të marrësh krahun e njërit apo tjetrit. Edhe nëse njëri ka të drejtë, por nuk është që të bashkohesh në atë që ka drejt e të sulmosh atë që s'ka drejt. Kjo nuk është drejt absolute. Kjo nuk është të duhet me çdo kusht të ndash ato. Në qoftë se ulen e puqen gjaqet dhe ke arsye të bindesh atë që s'ka drejt, që s'është ashtu në rregull, por nuk mund të bashkohesh me atë që me vllajin që ti mendon që ka të drejt kundër vllajit që mendon që s'ka të drejt të bashkohen e dy e të sulmoni një atë që ka drejt. Pra mund bëhet një gabim, ne kur nuk e dim. I kemi armiqt rreth rrotull që mund të kurdisin këtë plan. Një grup kosovaresh që të mlef kundër shqiptarëve të Kosovës, mes shqiptarëve të Kosovës kundër Shqipërisë, apo një grup i shitur në Shqipëri tek serbët që mlef. Ne duhet ngrihemi mbi këta. Po edhe një herë, pyetja është bën nga gazetari. Edhe ky e thot bindshëm që s'ka gjasat ndodhe kjo, po e kanë heq këta shkardhata. Atë kur thot ky që nuk ka gjasat ndodhe kjo, edhe thot që ka ndodhur një herë, edhe që ka ndodhur vërtet, që shqiptarët komunist nga Shefqeteqi apo Ramizalia, që kanë vra, ky nuk e thot edhe 4.000, 5.000 kosovarë në Tivar. Ka ndodhur kjo, që i kanë heq armët kur partizanët e Shërbon Pullushës, se ishin partizanët, ishe klasë politike që ishte me slavët dhe me serbët kundër Evropës, kur partizanët e Pullushës u bashkuan me qetet ose brigadat shqiptare dhe luftonin kundër gjermanëve dhe ndiqnin deri në Bosnjë, ikën nga Kosova, këto maskaret partizanët e Shqipërisë që ishin gjithë një klasë klyshe kurvësh të serbëve që notosin popullin e Kosovës që mos bënte rezistencë. Kosova që t'i kthehesh prap, Kosova se Gjermania ja dha Kosova në bashkëpunim me Shqipërinë, t'i kthenin prap slavëve. Pra Tito, që nuk është serb, por ama ishte pro Jugoslavi, i boni një hile të madhe, një mashtrim të madh partizanëve shqiptarë, i qoj si ato partizanët e Pullushës nga Kosova, si partizanët e Shqipërisë, të Hoxhës, kush ka qenë, nuk e di nëse ka qenë Enver Hoxha, po kështu manipulohet, i qunë këta që të luftonin kundër gjermanit në Bosnjë, kurse një pjesë tradhtare të shqiptarëve të Kosovës, ashtu të Shqipërisë i marrin Kosovë, edhe pra aty
vëllezër e motra, i detyroi ato shqiptarë që ishin partizantë të Kosovës që kishin armë, të dorëzonin armët me urdhër serbëve sa të deshin të bëjnë luftë me Serbinë, por shqiptarët e Shqipërisë që kishin shkuar me këto qetat dolën krahas serbëve, edhe këto shqiptarët e Kosovës tha nuk pritëm me vlla, u prenë besë nga vëllezërit e Shqipërisë, dorëzon armët. Nuk e di nëse në gjithë Kosovën, por e di që në një vend ama kjo ka ndodhur për arsye se ka qenë gjyshim që ishte ballist, edhe po arratisi në liçenin e Shkodrës, kur kishte kapitullu Gjermania, po iknin, edhe e di që nga liçeni i Shkodrës, siç e tregoni kur ishte i vogël, edhe aty vinë edhe i prit i bëjnë partizanët mas një kodër, edhe ngren, si tregon gjithmonë, tregonin këto fshatarët e mi që kanë qenë në këtë qetën e ballit, ngrihet, e tregon se kam një gjyshin tim, ngrihet gjyshim, edhe ngre armën që qëlloj kundër partizanëve të janë kodër, këta ishin anije, edhe ai komandanti i këtyre grupit, në këtë si ballist çka ishte ai, komandanti i thotë, ul armën, i thotë Zon Gjoka, i thotë gjyshetim, për arsye se po shkatohem vetëm unë, edhe një dy emra të tjerë aty, edhe shpëtojnë gjithë tjerët nuk vriten. Edhe për mu, thot ai komandanti, dhe për këto dy tjerë që do vritem nga partizantë, po shkatohemi, nuk mund të vrasim në 60 veta, prandaj ul armën Zon Gjoka, i thot gjyshetim, e tregon fshatarët se unë se kam njeh gjyshin tim, se kam arrit, ka vdek pare son të lind, edhe ulin armën, edhe vinë ato, në breg dalin të dorëzum, edhe ashtu sikur se kishte thonë ky komandanti që ose ma e emër, nuk e di se kam qenë i vogël kur e dëgjoja këto historitë, ashtu siç kishin thonë, partizanët po shkëtojnë atë, edhe 2-3 tjerë, edhe i marrin këto të tjerë, 60 veta, me bashkë me të dhe gjyshin tim, Ali Beqe. Pra, i marrin edhe i përshkëtojnë këto tjerët, bashkë me gjyshin tim, edhe Ali Beqen me Sadiun, kanë qenë dhe tjerë për këto majment, i marrin dhe i qojnë i marrin partizanët me vete si ushtarët vetë, nuk i lirojnë, nuk i përshkatojnë, por i marrin në atë grupin e partizanëve që shkojnë në Kosovë të luftojnë. Edhe kjo brigat partizanësh, ku ishte dhe gjyshim, qëndrojnë në Kosovë. Nuk e di, nuk i maj mendet herë se në çfarë zonët Kosovës, edhe në atë fshat, Serbët që janë aleat partizanëve, edhe në aleat edhe partizanëve nga Shqipëria dhe Shaban Pullushës, vinë edhe aty dhe kërkojnë çarmatosin këtë fshatin civil kosovar, edhe këto marrin armët me hap luftë, mi po partizanët e Shqipërisë dhe partizanët e Titos ishin një kundër shqiptarëve tashti, sikur se ishte dhe partizanët e Pullushës, edhe kosovar, partizan kosovar, shqiptar Kosovës. Partizanët e Shqipërisë tashi janë në front me serbët, më falni, me jugoslavet, me ushtrin jugoslave, edhe ngrihen këto shqiptarët e Kosovës, edhe thonë që në boni, nuk e kishin problem që vriteshin e shueshin me ushtrin jugoslave, edhe të mos i dorëzonin armët edhe të vriteshin aty, po kishin problem se nuk mund derdhen gjak shqiptare, semër e të vrasim ne shqiptarët e tonë, edhe ashtu qajnë shpirt, edhe dorëzojnë armët pa besia. Kështu që pa besit, që thot ky, se të regon ky për këta pa besit që kanë po partizantë, por ky thot shqeto këtu, ky Neçmetin, thot shqeto dhe pasër këtu, që nuk ekziston kjo mundësi, që shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës bëjnë luftë ndër vete, që t'jetë nevoja të marrë armë, i kanë heq këta nga konteksti, edhe të rego që kanë ndodhur një herë, që në kanë prejnë besë shqiptarët e Shqipërisë, ata s'kanë qenë shqiptarët e Shqipërisë,
Ata kanë qenë partizan të Titos, që themelo edhe mire, e sqaron kë, për i heqin këta, që ka qenë Serbia ajo, që e formoi këtë luftën civile edhe, të Haxhi Qamilit në Shijak, po dhe të partizanëve Gjoja në jug, po kodaka se partia komuniste është themelon Tiranë për këtyre serbëve, për slavëve. Ky i tregon i tregon si njëri me lafa si quhen këto pedagogët intelektual, por që bota jo nuk është në gjendje të kuptojë se bota jo do të flasë shqeta, do të flasë pastër, nuk donën kuptime dhe nuk duan dhe të poshtrit manipulojnë ata që janë të liq. Po ta shikojmë tash vitin komplet, që këta e kanë manipulu, ti kupton që ky s'ka fol si armik, ky ka fol të drejtën, që në qoftë se dikush synon shtëpinë time, unë jam në Prishtinë, e në qoftë se nga Gjilani apo Podujeva vin të djekin Prishtinën, natyrisht që unë do ta mbroj Prishtinën. Në qoftë se unë jam në Shqipërinë e Mesme, edhe disa nga Labria apo nga malet e Veriut do vinë sulmon Shqipërinë e Mesme, unë natyrisht që do ta mbroj Shqipërinë e Mesme me armë. Po kjo është ashtu siç e keni treguar këtë video të poshtër, jo maskarej, jo njerëz të liq. Për arsye sa i thot, nuk më ndodhi, s'ka si të ndodhi, por po që se ndodh pa tjetër jemi detyruar të mbroj Kosovën nga kushdo që sulmon, po sulmon Kosovën, po deshen pra të vinë e të shndërojnë gratë e mia, nanën time, motrën time, po deshen të vrasin vllajën tim nëse kam nevojë, kam dëshirë, se shqiptarët e Kosovës mund të ta shohin që janë më mirë. Ashtu e kuptojnë ato, të kemi një shtet të dytë, shqiptarësh në Kosovë. Ne nuk mund t'i marrim atë me forcë të bashkohen me Shqipërinë. Ashtu sikur se Kosova mendon që me Shqipërinë mund t'jemi më të fortë kundër serbëve. Ata s'mund të marrin Shqipërinë me forcë nëse shqiptarët nuk duan, për do bëhet një punë e madhe për mi bind shqiptarët bashkohemi, por nëse bashkohemi ndryshon puna. Po le të dëgjojmë videon për arsye se kam fol gjatë, por më vjen shumë keq që unë jam citu, edhe se kisha pa videon e plotë se kisha gjetë, se këto maskarej e kanë manipulu, kanë marrë nga konteksti ato që duan, për me i prish imazhin, për me diskreditu një figurë politike që ata mund ta urrejnë. Shikojë në videon e plotë vëllezër motra. Shif ky gazetari që është në kom, ky klysh kurve, ky bën një pyetje që i ka ardhur në telefon, pas sqaru që hey, ti s'ke nevojë, kjo është pyetje për një randi, pra është një pyetje që do kisha botin nëse vllajt qinte gruan. Kështu është pyetja, që do kisha botin nëse sulmonte Shqipëria Kosovën. Është pyetja e poshtër. Edhe ai prapë është përgjigj mirë, që Shqipëria nuk sulmon Kosovën. Ka ndodhur një incident, pra incidenti ka qenë i grupeve shqiptare partizane lidhur me serbët, jo kombi shqiptare, por le ta dëgjojmë. Edhe a kishe luftu kundër Shqipërisë për me mbrojtë Kosovën, si pra shive sajb lig është pyetja. A kishe luftu, thot, kundër Shqipërisë për me mbrojtë Kosovën? Po thoshte jo, është armik i venit vetë. Si të viu nga Shqipëria, nga Monza Durrësit, e të vi të vras, e djeg në Podujev, e mos ngrehen Podujevësit, të luftën kundër me jenë që ose kam një qetë, është e poshtër pyetja. Gjojni, se në... Si patriot i madh që je. Është pyetje nga një fan si yti, ta dhe më vonë. Nëse kish me sulmu Kosovën, sigurisht që kisham... Ja, sa mirë pra. Ai nuk thot që unë, nëse kishte sulmu, natyrisht që të mbroja, pse se jepni kështu ju pjellët e nonës, ju shkërdhata që manipuloni videon. Ai nuk thot shqiptarëve të Kosovës që të luftojmë kundër shqiptarëve të Shqipërisë këtu, si që kam kuptuar. Ai nuk po flet këtu për interesat e serbëve, si që kam kuptuar ke video që keni manipulu. Ai thot natyrisht në qoftë se ata sulmonin, do të mbroja, edhe natyrisht që duhet të mbroj ai dhe çdo lloj shqiptari tjetër, kudo që tjetë, po që se vjen një lap, apo që vjen një nga Monza si puna ime, apo një nga Shkodra të sulmoj në Podujev, apo ku se në Gjilan apo në Ferizaj, natyrisht që të mbron. Ashtu sikur se edhe ne duhet të mbrohemi po të vjen një nga Shkupi apo nga Tetova të sulmonje, që nuk ndodh thot ky, edhe s'ka se të ndodh.
Pse I keq drejtoni, se ne jemi një, ne jemi shqiptarë në planin më të madh. Luftu kundër çdo kujna që e sulmon Kosovën. Pra, ku është fjala e keqe që unë do të luftoja kundër çdo kujt që sulmon Kosovën? Në qoftë se Shqipëria e shqiptarëve sulmon Kosovën, nuk janë shqiptarë, janë interese greke ose serbe, natyrisht që do të luftoj. Mu do vitë mirë që në të bindemi popullin të mos luftojmë, por do të mbrosh veten tate. Në Shqipërisë këtë rast. Edhe kundër Shqipërisë dhe kundër çdo vendi që do ta kishte sulmuar në Kosovën. Ku është tamam siç duhet thonë. Natyrisht që ai duhet kishte qenë I vëmendshëm që këta shkërdhata që bëjnë këtë pyetja, edhe të tjerë mas I do t'i manipulojnë këta, edhe duhet në çdo fjalë të ishte I kujdesshëm që mos I linte njerëzit që të manipulojnë e të merren me poshtërsi pa edhe një herë. Këta I keni në çdo shtëpi. I keni vlezër, I keni motra, I keni djemxhajesh, I keni kushërir, që ju a manipulojnë fjalën, që a mojnë nga konteksti fjalën për agjendën e tyre. Ju a heqin ata, din të zgjedhin janë të poshtër. Nuk janë të paditur, janë të poshtër, janë të liq, se din të zgjedhin të shkëpusin atë pjesë të fjalëve nga konteksti që të ngjëras ty me ata, të heqin ngjyrat, të errëson ty, ashtu siç duan ata. Nderoj sinqerisht I dashur Sokol për kohën dhe opinionet. Çe leshi doli tash këta maskarej more ka ndal video tjetër për tjetër. Nëse është ka se këta janë bë këto reklamat më keq se këto çka quhen këto spamër e Indis, por vlezër e modra. Pyeteni që kundër Shqipërisë sulmon në Kosovën, por Shqipëria është shoqër zotit, jo vetëm vend mik me Kosovën, por vend vëlla. Atëherë shifeni më pse kanë heq këto klyshe kurve në videon e plot thot Shqipëria është shoqër zotit, jo vend mik, po vend vëlla. Pra nuk do të na sulmojmë u bashku, do bashkohemi. Por në qoftë se ti, pra je ti ai që e shtyn me zor, me thon fjalë të tjera më nderin nonën, është ky që bën ky gazetari, është klysh serb, e është kurv, është njëri që si lejohet mikrofoni, që ngjall urrëtie. Se kjo është ajo që do Serbia, të fus përçarjen mes ton pa që nevoja, të bëjmë armiq njerëz ton që s'janë armiq. Me Kosovën edhe ajo ka ndodhë një herë në histori që me luftu patriotat e Kosovës kundër ushtarëve të qeverisë për Shqipërisë, ndërta. Ja, këtu e ka lupak, po s'ka në gjo që një herë ka ndodhë që kanë luftu, thotë shqiptarët e Shqipërisë me Kosovën, nuk kanë luftu vlezër motra, edhe në radhë parë, ato nuk ishin fytyra e kombit, ata ishin sajesa serbe slave, këto klyshët komunist që deshin zhdukjen e botës shqiptare në Ballkan, edhe prap fal shpirtit të madh të shqiptarëve dërdan, nuk u bë luftë për arsye se nuk kanë luftu. Kanë prejnë bes këto maskarejt komunistët e Shqipërisë, kanë vra në pabesi këto të Shefqet Peqit dhe të Ramizalis, kanë prejnë bes luftëtarët e partizante e Kosovës, kanë vra 4.000, 9.000, nuk e di sa është numri, ndoshta dhe egzagerohet, po kanë vra në pabesi. Ato që ishin partizan, por që doshnin ama Shqipërinë dhe Kosovën bashkë, dhe interesat e Beogradit që doshte Tirana, që doshnin këto kurvët serbe, komunistët që kemi njoftë ne. Po nëse, le ta dëgjojmë edhe një herë. So, nuk jam dakord me këto që thot, po kjo është interpretim që thot vetëm i herë kanë luftu. S'kan luftu, edhe nuk kanë luftu fal dinjitetit, bururis, moralit, atë dhe dashuris së shqiptarëve të Kosovës. Se ne do të luftonim dhe maskarit komunist, ku them ne, po identifikoj veten me shqiptarë që vinë nga Shqipëria, fatkeqësisht. Shqiptarët që ishin në urdhrin e Titës, ata ishin komplet anti-shqiptarë kur vinte
ajo plani i Kosovës me vazhdu të jetë pjesë e Shqipërisë që po të bashku Gjermania, ato do e merrnin vëllezër e motra se morën gjysmën e Gjermanisë. Nuk po dalim në tema të largëta, ne po dalim në gjëra të shkurtra që shqiptarët e Kosovës nuk deshin të kthehen sërish mas luftës nën atë që thonë në kularin, kemi thonë, nën atë të Serbisë, por partizanët që kishin shku atje ndihmuan serbët për më shumë ata zbllesët e vet shqiptarët të Kosovës. Ka qenë edhe babgjyshi jam. Ai e ka mbrojt mbi kodrat e Novi Pazarit, ka mbrojt Novi Pazarin, kufinin e për Shqipërisë të sokohen, vitin 1943-44, deri sa partizanët pe Shqipënisë të kryer me Ramiz Alin, me Shefqet Peqin e me Raman Parlakun, kanë ardhur dhe me 28 nëntor 1944 jenë fut në Novi Pazar mbrapa shpinës, edhe ja kanë dorëzuar Novi Pazarin Serbisë. Gjyshi jam ka qenë të luftu të mbrojt pe i qetnikëve dhe pe partizanëve në atë kohë kufinin. Tashti, kjo është e vërtet, megjithëse nuk arriti të kuptoj konceptet që në qoftë se Ramiz Alia dhe Shefqet Peqi e dorëzoi Novi Pazarin kë serbët, unë prapë nuk e kuptoj dot konceptin, s'jam gjendje të kuptoj si kjo e ndikoj në kapitullimin për shembull të shqiptarëve, përfshi dhe gjyshin e këtij që s'deshi t'ia jepte Novi Pazarin serbëve. Pa besimtja të vërteta, por ky spahiu këtu nuk më ngjan ashtu siç e paraqesin këto mediat. Nuk më ngjan një anti-shqiptar pro-serb, përkundërzi, po flet me arsye, po flet me logjik, po thotë që unë nuk mendoj që do të ketë luftë ndonjëherë midis Shqipërisë e Kosovës, edhe pse na ka ndodhur një pabesi partizansh në kohën e mos i mbaroi lufta e dytë botërore. Por në qoftë se dikush të marrë Kosovën, vatrën time, shtëpinë time, qytetin tim, natyrisht unë do ta mbroj, thot. Pra edhe një herë vëllezër e motra, kujdes nga kontekstet. Asnjëherë mos besoni fjalët që u sjell bota në vesh, po si pa të dëgju vet, po se pa të pa gjithë kontekstin vet, se jeni pastaj bohi naiv si puna ime. Mos besoni çdo gjë, se janë të ligjë ata që duken që janë njerëz se ka i zdin, janë shumë të poshtër. Nuk është se ka i zdin, vëllezër e motra. Ata din jashtëzakonisht shumë. Din të zgjedhin ato, të seleksionojnë të kundërtën, si bleta që zgjedh nektarin, që zgjedh për mirë. Këto janë ata anët e liq, këto janë ata të botës së ferrit, të që zgjedhin anët e këqija më të shkatru ty, me sjell përçarje, sjellin përçarje në familje, sjellin përçarje në qytet, në fshat, në shtet, sjellin përçarje në botë. Njerëzit e liq, manipuluesit e videove, këta shkardhata, kur ta shihni këtë videon që diskrediton të pa drejt këtë njeri spahiun, i lutem, kujtoni Sami Gjokën, që ju ka dhënë një këshill, mos bini pre e naivitetit tuaj siç kam radhë unë. Sami Gjoka ju përshëndet.